Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar rikonstruktimin e të gjithë godinave të sistemit të drejtësisë deri në vitin 2030, lajmi është bërititur në çelje të episodit të tretë të podcastit Flasi. Kryeministri është shprehur se qeveria zotohet për të marrë përsipër këtë mision për t'i ofruar vendit institucione dinjitoze, prokurori e gjykata për të shtuar këtu edhe performancën dinjitoze. Projekt i domosdoshëm strategjik është master plani i godinave të drejtësisë, të sistemit drejtësisë. Kam vënë re me keqardhje që vetë qeverisja e sistemit drejtësisë fal pavarësisë plot që ju dha atij sistemi me reformën drejtësi, ndër ato të qalat e veta ka edhe po themi dobësinë e madhe në administrimin e infrastrukturës, në projektimin e infrastrukturës, në transformimin e infrastrukturës. Transformimi i infrastrukturës, transformimi i godinave pa projekte të besueshme është mision i pamundur. Përfundimisht kemi vendosur që edhe këtë mision ta marrim përsipër vet. Dhe në Shqipërinë 2030 të kemi një infrastrukturë tërësisht të transformuar të godinave drejtësisë, sepse nuk mund të vazhdojmë me arna, nuk mund të vazhdojmë më me hapësira dhe me mjedise gjykatashe, prokurorish janë shumë larg sqenie dinjitoze, nuk mund të vazhdojmë më me ushtësira që pastaj përkthehen edhe në një performancë që lë shumë për dëshiruar. Kreu i qeverisë në podcastin e tij Flasim për disa minuta ka folur për rrugtimin e tij të gjatë në krye të qeverisë. I pyetur nga Marcela nëse ndonjë ditë është ndjer i lodhur dhe ka menduar që të heqë dorë, Rama tha se kjo ka ndodhur, por që është diçka sipërfaqësore dhe pa e ndikueshme për vimësinë e punës së tij. Dhe kjo është një punë vendimesh të panumërta në ditë, se janë vendime që nga vendimet më të shpejta, më të vogla ndukje, por që nuk është për ty mund të jetë vendim shumë i vogël, por për dikë që ka një problem personal, është një moment shumë i rëndësishëm i jetës vet. Dhe ti duhet dish thuash jo. Por kur thua jo, sigurisht që do marrësh përsipër edhe energjinë negative të dikujt që s'ta kupton atë jon ose të tjerë. Dhe patjetër që në moment caktuara mund të vit plasësh edhe në moment caktuara mund të ardhur që të them. Por ajo që kam vënë re është që ajo lëre këtë punë është sipërfaqësore. Pra nuk si e mirë me vete. Jo, është sipërfaqësore, nuk vjen nga shumë thellë. Domethënë është një akumulim që të vjen një moment edhe thua, por që ta kem insistuese jo. Rama foli edhe për lirimin e hapësirave publike nga veriu në jug të Shqipërisë. Kryeministri theksoi se ky operacion nuk do të ndalet në asnjë ditë derisa ngrehinat të paleje t'i kthejnë qytetarëve hapësirën e zaptuar në mënyrë të paligjshme.